Bismillah. Sikur të meditojmë në surën Ikhlas, pikrisht në fjalën e Allahu Samet. Allahu është absoluti, që do të thotë të gjitha krijesat kanë nevojë për Allah. Fjala As-Samet është e përmendur në surën El-Ikhlas. Kjo fjalë As-Samet, absoluti, nuk është e përmendur në asnjë sure paraprake. Që ne duhet të jemi prej tyre që e konfirmojmë Kul huwallahu ahad. Thuajmë, Allahu është një i vetmi. Allahu Samet, gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun, Allah nuk ka nevojë për asgjë. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, ta mësojmë këtë sure, të meditojmë në këtë sure dhe të kënaqemi duke e lexuar dhe duke ndërtu shtëpi në xhennet, ashtu siç na mëson pejgamberi alayhis salatu vesselam, duke e lexuar këtë sure sa më shpesh. Andaj kjo sure është edhe 1/3 e Kur'anit. Wassalamu alaikum.